Receta e sotme është një supë e thjeshtë me pak përbërës dhe tepër e shijshme. Fillojmë me përgatitjen. Si fillim në një tenxhere do të hedhim pak vaj ulliri, më pas do të hedhim 300 gram mirëviçi, të cilin e kemi prerë në kubik të vegjël. Do ta skuqim mishin. Më pas do t'i hedhim 1 litër ujë të nxehtë. Do t'i vendosim kapakun dhe do ta lëmë të ziejë në temperaturë të ulët derisa mishi të ketë zier plotësisht. Pak para se të përfundojë zierja, i hedhim kripën. Ndërkohë në një tas hedhim 4 lugë kos, një të verë veze, pak lëng limoni, 2 lugë miell dhe 1 filxhan çaj ujë. I përziej mirë të gjithë përbërësit bashkë. Masën e përgatitur do ta hedhim tek lëngu i mishit. Si fillim do të marrim rreth 2-3 garuzhde me lëng mishi dhe ja hedhim masën në mënyrë që mos na pritet. Do ta lëmë të ziejë për rreth 5 minuta. Ndërkohë do të shkrim pak gjalp. Do t'i hedhim pak spec të kuq dhe pak mente. Do ta përzijem pak dhe më pas do t'ja hedhim supës. Tashmë supa është gati, një recetë mjaft e thjeshtë dhe e shijshme. Nëse e provoni u bëft mirë dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!